Ky është epizodi I parë I podcastit Horizon Talk. Përshëndetje, unë jam Rina Resica, edhe ky është epizodi I radhës I podcastit Horizon Talk. Sot kam kënaqësi shumë të madhe dhe privilegj për me fol mas pari për një temë interesant. Tema që kena me diskutu sot është fati kundrejt ose kundër punës së palodhshme në arritjen e suksesit. Edhe për me fol për këtë temë, unë e kam të ftuar profesor doktor Besim Beçaj. Padyshim për me fol për biografinë e tij është privilegj, ekonomist, profesor, politik bërës natyrisht, edhe mbi të gjitha themeluesi I shkollës më të mirë, Horizon School. Pro faleminderit shumë për kohën edhe faleminderit që jeni pjesë e podcastit. Kënaqësi ime, faleminderit që më keni ftuar. Për me nis kështu pak më thjesht ose për me fol mas pari veç për konceptin fat. Po du me ditë prej perspektivës juaj. Çka nuk kupton fatin arritjen e suksesit ose ç'ky koncepti fat a lum për një merr rol të rëndësishëm për me mrit diçka në jetë? Tani, fati dhe puna janë dy gjëra të cilat ne duhet t'i ndërlidhim, sepse parimisht jo gjithmonë fati është ai që na përcjell tër jetën. Fati është një gjendje momentale, është një gjendje ndjenje, është një gjendje e cila nuk ka qëndrueshmëri afatgjate, e cila nuk mund të matet me rezultat, por thjesht është një moment I cili na jep një shans e cila mund të na çojë drejt rrugëve të mira, mirë po e cila kërkon punë gjatë rrugës shumë. Pra duhet ta kuptojmë fatin kundrejt le të themi një rezultati I cili është afat shkurtër, ndërsa punën si diçka afatgjatë e cila neve na bën të ndihemi të suksesshëm pastaj. Nëse flasim për qëndrueshmërinë e fatit, fati është goxha afat shkurtër prapë në kuptimin e qëndrueshmërisë, sepse mund të jetë një gjendje jo reale. Kur them gjendje jo reale, mund të jetë sikur se ta marrim një shembull, një nxënës I cili I nënshtrohet një testi, mund ta ketë atë ditë fatin që nëse pyetjet janë me rrumbullaksime, që ti plotëson të gjitha, mirë po që nëse profesori fillon ta pyes pastaj, kërkohet dija, kërkohet puna. Pra janë gjërat të cilat na duhet t'i ndërtojmë dhe mirës është që fatin ta kërkojmë me punë. Shumë e vërtet. Sidomos të na për shembull të na nxënësat, për shkak se me lidhje me neve, na tash jemi sidomos na që jemi në gjimnaz, e kemi nis pak atë periudhën që jemi edhe të orientuar në karrierë dhe kështu, edhe për neve është për një më shumë e rëndësishme me ditë mas pari se unë ndëgjoj shumë prej nxënësave se për një më mendojnë se krejt suksesi I tyre varet në çit fatin, ose ç'u thojmë na nëse ma dën ose nëse s'ma dën. Do me thonë e kanë si të përshtypja, edhe për mendimin tam është gabim, absolutisht. Po çush më ja u shpjegu tjerëve se nuk varet veç prej çisoj. Fat mundet me kon çush e thatë edhe diçka momentale, na I lidhje që mundesh me pas me dikën, nëse për shembull na I sen që mundet me të shërby prej preardhës ku e ki, prej familjes ose diçka, po çush më ja u shpjegu se nuk varet krejt prej fatit. Jo, nuk është të varur nga fati. Fati po them është një gjendje momentale të cilën ose mund ta ndihmoj dikush ose mund ta ndihmoj momenti I gjithësisë në kuptimin e sjelljes së yjeve rreth dikujt në një moment të caktuar, por që kërkon punë. Ta them një përvojë timen personale. Kur kam qenë në studime në vitin e 4 të studimeve të fakultetit, kemi pas një pyetje nga një profesor I cili kërkonte që ne të marrim një përgjigje lidhur me një produkt I cili duhet shitej për një çmim të caktuar, mirë po që produkti ka kushtuar më pak. Dhe normalisht në kusht normale thotë çka do të vendosit nëse produkti ka kushtuar më shtrejt dhe ju duhet të vendosit për ta shitur më lirë. Dhe unë normalisht e ngrita dorën dhe I thash unë do ta kisha shitur sepse besoj që janë dy arsye pse do ta kisha shitur. Arsyeja e parë është për të krijuar një buxhet të caktuar që do ta përdorja për investime në një fushë tjetër. Arsyeja e dytë ishte që do ta kërkoja të hapja tregun. Dhe profesori ka qenë goxha arrogant kështu në kuptimin e fjalës dhe tha, mendova edhe që goxha e ke një budallaki në përgjigjen e kësaj që po thu, po më duket që ka diçka në përgjigjen që më dhe. Dhe normalisht
Kur dole më ftoi në zyrën e tij, tha, janë zyre dhe mi dha do flet palosje për studimet masterit. Thash, unë jam ende student, tha, po, tha, mirë, po, është shumë rëndësishme, ke kapacitet dhe mund ta vesh veprimin e duhur në drejtim të kursimit spaku një vit gjatë studimeve nëse ti dëshiron me e marrë. Dhe unë pa takon janë një javë për të mendu dhe shkova i thash, unë mund ta bëj këtë, mirë po, më duhet që ti kryj provimet brenda një periudhë të shkurt kohore, diku një 6 muaj, dash që ti kryj provimet për 2 vite. Tha, nëse je i gatshëm për të punu, fatin e ke ndurtua me marrë një vendim, i cili ta kursen një vit, tjetës tonë, por që ta jep një përvojë shumë të mirë. Pra, fat për mu e konsideroj që ka qenë profesori, i cili e ka ngrit një pyetje, unë jam përgjigjur në momentin, e cila e ka dhez një le të themi, moment të caktuar në kokën e profesorit që ky djalë ka një kapacitet për më shumë, por që nga momenti kur kam hy pastaj në lojën e përzgjedhjes së kësaj rruge, mu ka dashur të punoj shumë. Do thotë fati ta hap një rrugë, mirë po suksesi për ta mbajtur atë mundësi është puna. Sinqerisht shembull shumë perfekt. Kjo edhe më ka kallëzu trive që nuk shkon gjithçka. Mundesh me pas fat për diçka caktuar, por për një më pa e pasit konsistencën, disiplinën edhe punën, për një më është problem me mri suksesin. Po për shembull, unë e shoh që tena shumë tri po them, prapë po them nxënësa për shkak se ka edhe prej aty nëse tash me student, e shohin edhe demoralizohen pak kur vjen puna te kjo fati. Për shkak se dashëm ose s'dashëm na mundë me numëru këgja shumë raste që shumë njerëzve ju ka ecë që kjo puna e fatit, edhe këta tjerë si për një me punojnë në mënyrë të palodhshme dhe japin krit kontributin e tyne për një çështje caktuar, mesin shumë shpesh në hije. Pa dyshim që ka edhe shembuj që e kundërshtojnë këto, absolutisht. Mirë po, a menoni që ka pak një lloj demotivimi të këtyne personave që nuk e besojnë të që kjo teoria e me fat ka gjithçka, po punojnë tepër shumë, e faktikisht nuk është që shpërblehet. Jo, unë mendoj që prap edhe tek personat, sidomos të gjeneratat e reja të cilat është bërë zhargon, çështja e duhet me ta dasht, duhet me pas fat, nuk ka nevojë me lexu shumë sepse bota në funksionon ose me ta dasht ose mos me ta dasht. Besoj që ky koncept është koncepti jo i qëndrueshëm, sepse nuk mund të flasim për rezultate afatgjata në bazë të fatit. Rezultatet për fatin janë afat shkurtra, të cilat nëse nuk përplotësohen pastaj me punë të palodhshme, janë veprimet të cilat mund të sjellin pastaj kokçare shumë të mëdha të njerëzve që kanë për momentin një fat. Tani, nëse flasim për edukimin dhe nëse flasim për arsimin, edukimi është pjesë e jetës e cila nuk ndalet asnjëherë. Arsimi është një moment i grumbullimit të njohurive i cili nëse dëshirojmë për të qëndruar aktual dhe në hap me kohën ne duhet të lexojmë rregullisht. Dhe që unë kam dëgjuar shumë njerëz po shifni Elon Musk nuk është njeri i cili ka studiuar dhe i cili ka kryer shkolla të Harvard apo diçka tjetër, mirë po është njeriu më i pasur në botë dhe ja ka dashur. Tani, për gjithë ata që e mbajnë këtë koncept, unë e kisha sugjeruar që ta lexojnë librin e Elon Musk, i cili është një fëmijë që ka pas një fëmijëri jashtëzakonisht të vështirë, i cili sa herë ka shkuar me prindërit e tij të divorcuar në qendra tregtare, ai ka humbur prindërit e kanë gjetur në bibliotekë, duke lexuar. Okej. Është njeriu i cili lexon më shumë në botë, edhe sot e kësaj dite. Nëse shifet numri i librave dhe numri i faqeve sa ai lexon brenda ditës, besoj që është rekord numër 1 në botë. Pra nuk është e arritur atij mbi bazën e një fati dhe një imagjinate të cilën e ka, sepse imagjinata ta rikthen një farë mundësi të fatit, por imagjinata krijohet me dije, të hap horizonte të cilat na duhet të kemi. Dhe nëse flasim sot për teknologjinë, nëse flasim për inteligjencën artificiale, duhet të mendoni të gjithë trit se pas asaj inteligjenca artificiale qëndrojnë njerëz jashtëzakonisht të ditur, të cilët kanë mësuar shumë, të cilët thjesht janë bërë faktorë të rëndësishëm. Prandaj
e jona është ta gjejmë rrugën ka po dojmë me shku. Apo Shumë- dojmë të kënaqemi me një moment Ose me bo për ta afat gjatë. sakrifikuar të ardhmen, apo ta sakrifikojmë pak të tashmen për një të ardhme më të mirë. Pra, ky është koncepti të cilin unë besoj dhe të cilin tentoj t'ja u transmetoj edhe studentëve të mi në fakultet, por t'ua transmetoj edhe kolegëve të mi se ne mund të ishim gjendur me një fat të caktuar kur e kemi nisur shkollën Horizon, mirë po për ta mbajtur shkollën duhet punë në palodhsh me editore, me nxënës, me prindër, me staf, me të gjithë njerëzit të cilët thjesht duhet të edukohen, të trajnohen, të avancohen në kuptimin e tyre profesional dhe human. Shumë e vërtet. Përndryshe fakt që ju edhe unë e pas na ditë për Elon Musk, natyrisht unë i besoj kësaj teorie si ju po e thunë edhe, po më pëlqen shumë që po e përcjellni tek Krisi jën tuna po. Pa dyshim që edhe shkolla Horizon është shembull shumë i mirë me tregu që nështë ka mujt me nisë në fillim si fat, po për një me për me mbajt ose për me pas që ka që ndryshmërinë suksesin e vet, duhet me pas punë të paleshme për këta aktarëve të saj. Po tash mu po më vjen më pyet edhe çka me bo me qëta trit, cilët punojnë për një me tepër shumë, edhe që janë shumë skeptik nëse kanë me mri sukses ose jo, për shkak të asaj ndrojtjes që e kanë prej fatit, ose frikës që e kanë prej fatit. Për shkak që një shumë tri që e kanë frikët punën e fatit, ose vish termin kur ja përmend thot jo be çfarë fati unë s'kam, po munona ashtu me punë. Çish më motivuna qëta tri që e kanë ç't pikpamje? Tani të jap prap një përvojë timen. Kur kam qenë student, ka pas studentë cilët kanë shku në provim në bazë të fatit. Njëherë ju ka funksionu, tjetër njëherë që ka funksionu. Dhe duke qenë se njeriu duhet të ndron për të ardhmen e tij, ato ndrime duhet të shndrohen në punë aktive. Unë kam ndru notën për secilin provim, po e them një sekret timin personal, e kam pa ëndër notën, mirë po kam punuar shumë dhe asnjëherë kam vendosur që asnjëherë mos ta pranoj notën më të ulët se sa kam parë ëndër. Por ëndra ime ka reflektuar realitetin e punës. Okej, një fenomen shumë interesant. Pra, nëse njeriu dëshiron dhe të rit duhet të ndrojnë të ardhmen e tyre të cilën e kanë në durët e tyre. Jo të ardhmen e tyre që varet nga një fuqi e gjithësisë e cila ka mja u sjell yje të mirë apo keq. Në këtë kuptim, po them që ndrimi dhe puna e sjell fatin. Pra, nuk duhet të dekurajon, nuk ka këtu dekurajim se po punoj shumë dhe nuk po mund të arrijë. Ai koncept nuk ekziston. Nuk ekziston. Nuk ekziston. Do të ai koncept në jetën reale nuk ekziston. Të gjithë ata të cilët punojnë, angazhohen për veten, për familjen, për komunitetin, për shoqërinë, për shtetin, janë tri dhe tre të cilët e ndrojnë për diçka, për një ideale, për një diçka të cilën ata mendojnë që do të jenë të rëndësishëm në jetë. Dhe kjo nuk bën të lejohet asnjëherë në formën e fatit. Besoj që fati po them është një gjendje momentale, thash që në fillim, e cila mund të hapë një dritare, por që puna janë veprimet të cilat kanë me realizu ëndrat. Ëndrat duhet ta ndërtojnë dhe ta orientojnë fatin. Pra unë nuk jam njeri i cili besoj shumë në fat dhe në gjërat të cilat rrjedhin vetvetiu, sepse parimisht njeriu në kohën e sotme nuk duhet të mendoj që duhet t'i lëm gjërat të rrjedhin ashtu pa ndonjë cak. Njerëzit të cilët janë pa cak është problem për të pasur suksese afatgjate. Nuk po flas për suksese afatshkurta, sepse ju mund të shkoni të luani loto dhe të fitoni një sasi të mjeteve të caktuara, por nëse nuk keni një uri, ato mjete të cilat i keni fituar me loto për të investuar, për të shumëzuar, për të shtuar, për të investuar në gjëra të cilat të sjellin fitimin, ato kanë më qenë të njëhershme. Pra, investimi i njëhershëm sjell rezultat të njëhershëm. Nëse nuk kemi veprime të cilat e suportojnë çdo veprim të asaj, normalisht që do të jetë shumë afatshkurtër dhe jo e dobishme as për familjen tuaj, as për veten as për askën. Padyshim. Po më pëlqen shumë se u lidhet edhe përmendet angazhimin e trive,
për me bo diçka ose që atë ëndrrën, për me ndryshu diçka në komunitetin ose në rrethin ku jetojnë. Marr parasysh backgroundin e juaj si politik bërës. Sa jemi na trit, sa kemi vullnet na trit për me ndryshu diçka në rrethin ose në botën ku jetojmë, a jemi hiç të prirur me marrë iniciativa për probleme ose për çështje që na i shohim, nëse po, pse dhe nëse jo, çysh me u bo? Tani unë kam qenë për shumë vite në skenën politike, por rahatin time profesionale dhe ëndrrën time e kam realizu vetëm në fushën e arsimit. Dhe kjo është ajo që kam përmbush. Unë besoj fuqishëm që rinia jonë është aseti më i vlefshëm kombëtar. Mund të jetë identiteti ekonomik i shtetit Kosovës, edhe identiteti i krijimit shtetit në kuptimin e gjeneratave të reja të cilat kanë synime shumë të larta. Neve të cilët jemi prindërit tuaj, të cilët le të themi jemi në fazën kur jemi duke krijuar, e kemi për detyrë për t'ia krijuar këtë mundësi që gjërat që ju i keni në kokë, ti strukturoni, ti orientoni, ti përpunoni, dhe normalisht punoni për to shumë për t'i realizuar. Por kjo është roli jonë, dhe unë shpesh edhe në fakultet kur flas me student, ju them që në mënyrë individuale ne jemi shumë të mirë, të shkëlqyeshëm. Çka na nevojitet është një përvojë e një krijimi të grupit dhe një përvojë komunitare të cilën ne duhet ta ndërtojmë. Në këtë kuptim, unë besoj që rinia shëndosh të cilën Kosova e ka, është, po them edhe një herë, aseti më i rëndësishëm që e kemi, dhe cilët jo gjithmonë kanë nevojë për neve, sepse ne kemi, nëse flas për studentë dhe për nxënës këtu në shkollën tonë, është një 10% nxënës dhe cilët parimisht nuk kanë nevojë për praninë fizike të arsimtarëve. Sepse ata i marrin vetë informacionin. Po. Shkolla ma nuk është as fakulteti, as shkolla e mesme, nuk janë burimet vetme të informacionit. Sepse ju keni mundësi me marrë informacione sa të doni. Shkolla është vetëm një kornizues informacione me nevojat që i keni, dhe në këtë kuptim unë besoj që rinia jonë është shumë ma mirë se sa rinit e vendeve tjera. Mundësitë në vendin tonë janë shumë më të fuqishme se sa në vende tjera. 33 tona janë duke bërë shërbime anë kënd botës. Unë kam qenë ministër për inovacion dhe kam promovuar punë të nxënësve, të studentëve tonë anë kënd botës, sepse kanë qenë shumë të suksesshëm. Dhe do t'ua them edhe një moment në njërë nga konferencat kur kemi shku për me promovu politikat e inovacionit dhe rinis në zhvillimin ekonomik, meqense u diskutu shumë për teknikat, për teknologjinë, për sistemet, për funksionimin, për ligjet. Dhe ne merr dhe radha për të folur dhe realisht nuk isha shumë shtoja diçka në kuptimin teknik. Edhe pyeta audiencën, thash, kush e njeh nga ju Nën Terezën? 80% sallës e ngritën dorën. Po kush nga ju e njeh Frita Orën? Gjysma e sallës prapë. Po kush nga ju e njeh Pranverën, e cila me pjesën e hulumtimit gjithësisë ka qenë pjesë e NASA-s, më falni, në një projekt jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe cila para disa ditëve ka pas një ekspedite vetëm në njërë nga shkretë e tjera në botë për të observu. Po kush e njihni, le të themi, shumë personalitetet cilët i kemi dhe realisht kjo bëri më bujë se sa të shpjegoja çështje teknike dhe shumica për njerëzve të tyre erdhën thënë, "Ok, a mundesh me na dhon çfarë porosie dashte me na dërgu me ta?" Thash, "E janë në Kosovë." Sepse në Kosovë ke këta njerëz. Në vend që të investojmë ne në ta, po investojnë bota. Nën Tereza ka qenë e Kosovës shqiptare, por e botës. Rita Ora është një veprim të tillë. Kemi pra shumë njerëz të cilët po na i merr bota të gatshëm. Dhe ne nuk duhet me leju që rinia jonë me na dalë jashtë, sepse kemi këtu gjëra për të bërë. Unë besoj në potencialin që e ka, edhe pasurinë, le të themi, Kosova nuk e ka vetëm fat, sepse Zoti ja ka kriju, por duhet me shfrytzu këto pasuri. Ambientin, gjeografin, ambientin, kuptimin e hapësirave të gjelbërta, mundësinë e turizmit, mundësinë e zhvillimit, janë gjitha gjëra të cilat ju duhet të shihni mirë. Problemi i shoqërisë tonë, që lidhet prapë me fatin, është që ne nga njerë po pretendojmë që gjëra duhet na vinë të gatshme në dur. Jo, nuk na vinë.
sidomos te na gjeneratat e reja e kena qëta përshtypje. Për shembull, edhe unë personalisht besoj në potencialin e rinisë të Kosovës. Mirë po menoj që për një me jam pak e kanë një farë lloj dyshimi nëse për një me duhet sa atë potencial që e kanë me shfrytzu. Jo me shfrytzu, po me bo qëtu në shtetin e tyre në Kosovë, ose me shku jashtë. Po më pëlqen mesazhi që e dhat, për shkak se shumë pineve e kena qitë dilemë, nëse për një me mune me bo diçka me qitë potencial që e kena, a mune me ndiku për një me drejt për drejt që me rregullu ose me i plotësu që ato hapësira që i ka shteti unë si një shtet i ri padyshim. Edhe do me thonë e kena halani farë ndrojtje për shkak se nuk e dim sigurt a mundemi me ato veprime sa do të vogla qofshin, po që na i kena potencialin ton me kontribu diçka për shtetin ku na vetë jetojmë. Definitivisht mundemi secili, definitivisht pa asnjë lloj dileme mund të them. Unë jam shkolluar jashtë. Jam shkolluar në Kroaci, në Amerikë, dhe vendimi për të kthyer ka qenë vendim shumë i vështirë në jetë. Marë parasysh që unë jam kthyer në vitin 1996 nga studimet dhe kam filluar me punu në fakultetin ekonomik, ku paga e një asistenti ka qenë 30 marka. 15 euro të satshme. Dhe kur ka qenë sfiduese me hyrë në fakultet, marë parasysh që studentët, nëse policia ja ka zënë indeksin, kanë qenë të maltretuar fizikisht. Që ne e kemi punu në për bodrume e në për garazha, por që kemi pas vetëm një synim. Synimi ka qenë që njeriu peshen e ka vetëm në vendin e vetë dhe kulturën e vetë. Dhe besoj që ka qenë vendimi më i rëndësishëm në jetën time. Ju mund të gjeni mirëqenjen materiale, por në jetë nuk është mirëqenja materiale gjithçka. Mirëqenja shpirtërore, hapësira, përkatësia, vendi, dashuria, janë elemente thelbësore që t'i ofron vetëm shteti. Këto janë gjëra të cilat nuk duhet m'ia lënë fatit në dorë. Këto gjëra janë të cilat duhet të bëjnë të angazhohesh, të punosh shumë pa ndalë, dhe normalisht kur punon shumë, kur lexon shumë, kur komunikon me njerëz, kur i ndëgjon fjalët e prindërve edhe fjalët e arsimtarëve të cilët vetëm më të mirën e mendojnë për juve, janë veprime të cilat ju e ndërtoni fatin vetë. Pra logjika është kur keni informacione shumë, ju hapen shumë dritare. Dhe ajo hapje dritare është fati. Kështu që punoni shumë, hapni dritare, merrni fatin e momentit dhe shndërroni ata në një mundësi për të zhvilluar dhe për të ecur përpara. Pra, besoj që në vendin ton, pa marrë parasysh që është krijuar një koncept jo më i mirë i mundshëm. Këtu kanë bërë shumë faktorë, sepse sikur se na ka marrë me veti kjo jeta e rrjeteve sociale, duke bërë ndoshta një kompleks në kokën e trive, se duhet të jetohet sikur se në për Facebook, duhet të jetohet sikur se në për filma. Jetën e tjerëve në një aspekt në me një jetë tjetër e cila, po i them kështu nga përvoja, nuk është reale. Nuk është reale. Ato janë momente të fazave të caktuara ku njerëzit pretendojnë për të treguar diçka cila jo gjithmonë e ka bazën e vet. Vërtet. Pra, nëse mund të them sugjerimi juaj i imi ndaj jush dhe këshilla ime është që punoni shumë. Prindërit janë ata të cilët ju udhëzojnë, por që duhet t'u alirojnë rrugën për të bërë punën e juve, normalisht. E jona është që ta koordinojmë këtë dije të cilën ju e keni, dhe që me dijen që e merrni në përditshmëri, jo vetëm nga shkolla, po edhe në rrugë, edhe në teatro kur shkoni, edhe në kino kur shkoni, edhe në rrjetet sociale kur komunikoni, të keni një cak. Ta dim pse po e përdorim. Thotë jo gjithmonë për të humbur kohën, por për të përfituar nga koha dhe për të përfituar njohuri. Pra, konsideroni që fati është një element i rëndësishëm, i cili hapet vetëm atëherë kur ju ja jepni mundësinë për të ardhur dritare të reja të mundësisë dhe të fatit përmes punës dhe angazhimit që bani. E keni thonë krejt çka kemi dashur me ditë me shumë shembuj konkret edhe për një me mesazhe tepër të mira, që për mua si 17 vjeçare besoj që mbesin vath në vesh, edhe janë shumë të rëndësishme. E kuptuam, domethënë, qëllimin edhe punën pse duhet me punu, e përmendet edhe jo, për sukses afatgjat edhe për me pas nështa për një me mrit diçka në mënyrë afatgjat, jo
me u përshtat veç me fatin, por duhet me pas edhe punë të palotshme. Faleminderit edhe për motivin që po na bën edhe që na e rikthyt edhe një herë me menu se me najtë në Kosovë, jo mu, por shumë atyne që po na shohin, edhe unë pres sinqerisht me ju pas edhe në podcastet e tjera, për me folë për shumë çështje të caktuara, edhe për shumë çështje për cilat neve të rive na interesojnë, për ndryshe nëse s'keni më shtu diçka tjetër, për krejt shambë që na i dhat, faleminderit shumë. Me kënaqësi të madhe të jem edhe në momente tjera bashkë me juve, por mos e lejoni që të jetë vetëm podcaste. Unë jam i gatshëm edhe në shkollë të takohem me ju, të diskutoj me gjëra motivuese, sepse po besoj që ju bashkë me prindrit edhe me kolegët keni nevojë që të ndëgjoni cilat janë rrugët të cilat i kanë bërë prindrit e juaj të suksesshëm, cilat na kanë bërë neve të suksesshëm, dhe cilat do ta bëjnë juve dhe më të suksesshëm. Është vetëm i prindi ai që mendon në kuptim afatgjatë më të mirën për juve të gjithëve, dhe këtu jemi edhe ne si prindërit e dytë. Pra, llogaritni jo vetëm mua, por në krejt stafin e shkollës, secili që është këtu e ka vetëm një synim, që ju t'jepni maksimumin dhe ne t'ju japim instrumentet e juaja që pastaj me këto instrumente ta zbuloni fatin tuaj. Faleminderit shumë për gatishmërinë. Faleminderit shumë që keni qenë sot me neve e unë ju pres në epizodet e tjera të Horizon Talk.